ka kohën për tani, e ka pak më vonë, po në ajo që kam bërë pak si vjetë edhe vjetë banë më tepër akoma, e po i vjelin pak më para. I ka dëmtuar edhe rimi e miza. Ka edhe miza. Po. Do të duke i humbur nëse i vjel sepse miza sa vjen e dëmton shumë. Jo, dëmton. Atëre kur është ulliri i gacmuar edhe ku ka pak, duhet vjel sa më parë dhe ke rezultat të mirë. Sa rregull keni këtu? Në përgjithësi unë kam rreth 650 rrenjë. Vetëm ti? Unë vetëm. Si ka mundësi kaq shumë? Sa ke marrë nga ligji? Në ligji janë rreth 65 rrenjë. Edhe ke mbjell? Në ligji, edhe në 94 kam mbjell akoma 90 rrenjë, edhe janë komplet në prodhim këta. Ose të tjerët, po benja 2 vjetë që kam mbjell 450 rrenjë, janë të vegjël akoma. Janë të vegjël, nuk kanë hyrë akoma në prodhim. Po bujësia ka vujtje. Ka vujtje dhe jo interes, jo fitim.